Sot kanë filluar punët për asfaltimin e sheshit Iliria, ku janë parapar asfaltim i bulevardit me gjatësi prej 1800 metra dhe do të asfaltohen të dy anët e rrugës. Kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi ishte sot në fillimin e punës për asfaltimin e bulevardit Iliria, e cila thesoj se ky është një projekt që do të ndryshon pamjen e qytetit. Sipas Arifit, ky projekt do të kushtoj mbi 500.000 euro, ndërsa punët do t'i kryen kompania Granit nga Shkupi, e cila në bazë të një marrëveshje do të paguhet me 18 këste për shkak të gjendjes së rëndë të buxhetit të komunës. Me këtë do të rikonstruojmë komplet bulevardin, që nënkupton 900 metra në njërin drejtim dhe 900 metra në drejtimin tjetër, domethënë 1800 metra rrugë, dhe mendoj se qyteti i Tetovës po ndryshon në kuptimin e qasjes ndaj qytetit dhe në kuptimin e përmirësimit të rrjetit rrugor. Normalisht që punët nuk përfundojnë këtu, gjatë 4 viteve të ardhshme, kjo do të jetë dinamika e punëve në Tetovë, domethënë dinamika e rregullimit intenziv dhe e ndërtimit të një qyteti sipas qytetarit. Ky projekt është, domethënë, mbulon një shumë prej mbi 500.000 euro. Domethënë, dhe në fakt kryerësi i punëve është ndërmarrja Granit nga Shkupi, e cila e ka fituar, domethënë, këtë punë në proces tenderimi, dhe duke pasur parasysh faktin që komuna e Tetovës është në gjendje më komplekse financiare, unë kërkova nga kryerësi Granit, i cili në kontratën paraprake kërkonte që për brenda një muaji ne t'i paguajmë të gjitha mjetet, të na bëj një mundësi që për brenda 18 muajsh, domethënë çdo muaj ne të paguajmë këtë rrugë. Arifi gjithashtu deklaroi se me zgjedhjen e shumicës së Këshillit të Tetovës do të kemi më lehtë për të realizuar projekte më të mëdha kapitale për të mirën e qytetarëve të Tetovës. Dhe mendoj që atëherë ne do të mundemi që të hapim edhe projekte më të mëdha, mundësimin e angazhimit të linjave kreditore që definitivisht do përmirësojë akoma më tepër dhe do të na mundsojë të punojmë më shumë.